Bemblushi ka qenë gjithmonë një shkrimtar e publicist që ka provokuar në opinion me temat, formën apo kapriçot stilistike që sjell në letërsinë e tij. Një fenomen tashmë shumë i rëndësishëm i letërsisë moderne shqiptare që dominon në tregun e letrave ballkanike, qoftë në sasi por edhe në cilësinë e saj. Mesazhi që Blushi ka sjell në letërsinë e tij nuk është as pak një letërsi elitare apo një kronikë serave të larta të pushtetit. Shkrimtari i cili ka fatin e madh që është një nga gazetarët më të rëndësishëm në vend, i është futur realitetit shqiptar në thelb, duke zhytur duar deri në bryla në shoqërinë tonë problematike vibruese mjaft kundërthënëse. Thuajse të gjitha romanet që Blushi sjell në publik çdo vit, thuajse janë një markë e re e Apple, nuk janë gjë tjetër veç se tema therrse që kanë zhurmuar debatin në opinion. Kështu është edhe tema e romanit më të fundit Jam musliman, një temë që Blushi e ka shpjeguar qartë në shpjegimet e tij se i drejtohet dashurisë së tij për muslimanët shqiptar. Por pikërisht tek fjala, Blushi ka kryer një bombardim që duket se i ka trullosur fanatikët islamik. Blushi tha në fjalën e tij se xhamia e muslimanëve që më rritën është familja, një fjali e fuqishme që ka dhënë një efekt dërmues në mjedisin e sertë të fanatikëve, të cilët nuk i quajnë musliman ata që kanë një prejardhje familjare të tillë, e për këtë respekt edhe besojnë. Mbajnë ndoshta edhe Ramazan me hope apo gjithmonë, por gjithsesi nuk rreshtohen në ushtrinë e xhamatit. Pasi besimin e kanë për vete, kur kanë një dërt familjar i luten Zotit me gjithë shpirt, kur kanë ndonjë ndodhi pozitive e falenderojnë atë me lirësinë më të madhe. Familjarët nuk kanë mundësi ndoshta edhe as qejf që të dëgjojnë ligjëratat shpeshherë pa kuptim të imamëve, të cilët nuk i din hallet e besimtarëve të tyre. Pasi ata kanë një agjendë që u vjen e gatshme nga qendrat politike nga ku paguhen, imamët, por edhe protagonistët e Islamit radikal tek ne, bëjnë dua dhe komentojnë gjithë qejf ndaj Erdoganit, i cili kërkoi 2000 vjet burg për liderin e opozitës turke. Nga ana tjetër janë qepur Bemblushit duke e sulmuar ashpër, duke sjellë jo thjesht frustrimin e tyre, por frikën e hapur se fjala e Blushit do ta mbjellë atë rrënjë tek armata e besimtarëve që ata nuk kanë arritur ta bëjnë. Në fakt, Bemblushi në reportazhet e librat e tij ka një repertor të pasur të dialogut me besimtarët musliman, të empatisë për t'i kuptuar jo thjesht nga ajo që ata besojnë, por botën e tyre të brendshme. Madje e ka ilustruar mjeshtrisht me fjalë me foto, qoftë për besimtarët shqiptar, qoftë për afganët apo edhe palestinezët e pjesë të kësaj bote që fanatikët duan ta sjellin si soft power të perandorisë së sultanit Erdogan. Justinian Topulli është një nga emrat më të njohur të Islamit radikal në vend. E duhet thënë se është një nga më të diturit, që edhe debatin e adreson tek gjetja e arsyes. Leximi i tij në fakt e kupton më qartë fenomenin e këtij xhamati që poterën e madhe mediatike e bën gjithmonë për agjenda që vijnë nga Ankaraja. Në një postim të tillë, Topulli, një teolog i arsimuar dhe që ka drejtuar shoqatën e hoxhallarëve, i bën të ditur besimtarëve musliman se ata nuk duhet pranojnë dorëzimin e armëve ndaj të tjerëve, që ata i quajnë qafira apo të pafe. E për këtë i drejtohet fabulës së famshme të ujkut dhe kaut, ku ujku piktore vizaton kaun pa brirë, sepse në fund ashtu mund ta hajë. Por kau pasi e zbulon planin e ujkut e gjuan me brirë dhe vret. Sipas Topullit, muslimanët duhet t'i ruajnë brirët për të vrarë të tjerët. Ky mësim vlen më së miri edhe për muslimanët shqiptar, të cilët me shtimin e fetarisë dhe zellit religjoz në radhët e tyre kanë shqetësuar dhe trembur së tepërmi ujqërit piktore letrar, politikanë akademik, se po u cënohet laiciteti i shtetit apo më saktë i shoqërisë që ata sundojnë. Ndaj për këtë bide sotëm të komunistëve të dieshëm, ashtu si edhe baballarët e tyre na joshin me normat dhe modën e tyre përmes artit dhe politikës për të na shkuar në hell, ashtu siç bën me islamin e paraardhësve tanë, që pasi i prem brirët mbrojtës me ideologjinë e tyre marksiste, leniniste, antifetare, shqyen dhe hëngrën siç kishin qejf. Halli nuk është me ujqërit e ateizmit, sepse ata këtë punë kanë, por me ata muslimanë që ndihen si në faj se nuk janë trendi për këta ujqër, me ata që nuk ndihen krenar me fenë e tyre dhe normat e saj, që kërkojnë t'u shiten këtyre ateistëve dhe të tjerëve si të ishin një lloj si ata. Mirë po i dërguari i Zotit ka thënë se kush i ngjan një populli, ai është si ata. Kështu shkruan Topulli. E ky në fakt është thelbi i Islamit radikal. Ata nuk e duan xhamatin që të bëhen familjar dhe njerëz më të mirë. Edhe nëse janë, nuk i gëzon sepse ata e duan xhamatin si armat. I duan muslimanët me brirë, që edhe nëse i shajnë prejnë sa më fort që në një ditë larg qoftë të sulmojnë ata që i quajnë ujq. Por që nuk i quajnë të tillë dietarët e hoxhallarët tan, por mjeshtrat e mitit të Ibrahim Kallenit e Hakam Fidanit në shërbimin sekret turk, i cili është kthyer në shpërlarësin më të madh të trurit të besimtarëve shqiptar në gjithë Ballkanin, duke përdorur të gjitha mjetet, veçanërisht parat. Por e gjithë kjo propagandë nuk ka prodhuar një armat, edhe pse ka mjaft njerëz besimtar që u besojnë dokrave të Erdoganit dhe e duan shumë. Këta besimtar nuk pranojnë të urrejnë shqiptarin që nuk është si ata, sepse një musliman shqiptar në shumicën e tyre së
pari është shqiptar, pastaj besimtar. Pra janë ata që Ben Blushi e thot në librin e tij duke rrëzuar të gjithë investimin disa vjeçare shumë miliardësh të ulemës gjeopolitike neo-otomane. Ndaj po e sulmojnë Ben Blushin edhe pse realisht ata janë të vetëdijshëm se i bëjnë shumë reklam. Por kjo nuk i prish as pak punë, nga që ata i drejtohen audiencës së tyre për të ushqyer me dozën e përvitshme të urrëties që përkon me panajirin e librit. Është eksakt një narrativ perandorake siç kanë bërë për 600 vjet pa ndërprerje të krijojnë në Ballkan një milet që ta kenë ushtri, që me thënë të drejtën kanë luftuar shumë si Nizame, janë brarë si në Qabe, si në Çanakkale. Duke hapur plag që nuk mbyllen kurrë edhe nga folklori pezmatues që sjellin ato kohë të frikshme.